Krim tronditës në Mans të Durrësit. Dy të rinj vriten me armë pas debatit për një kafe në lokal. Një nga autorët e ngjarjes shpallet në kërkim. Gjykata e posaçme refuzon kërkesën e Ilir Metës për t'u liruar pas një viti qëndrim në burg. Nesër merret vendimi nëse dosja ndaj tij kalon apo jo në gjykim. Udhëheqësit e Ballkanit u pritën në Londër nga kryeministri britanik Starmer. Rama dhe udhëheqësit e tjerë diskutuan për sigurinë dhe bashkëpunimin rajonal. Sali Berisha deklaron se do të rikandidojë për kryetar të Partisë Demokratike, edhe pse humbi zgjedhjet e 11 majit, ai thotë se statuti i partisë nuk e pengon. Ora 19, më mbrëmë nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. 2 persona mbeten të vrarë gjatë një konflikti për motive të dobta në Manës të Durrësit. Zënafilla e ngjarjes Tronditse ishte kërkesa për të konsumuar një kafe në lokal. 3 të rinj u përfshin në debate dhe më pas përdorën armat. Një nga autorët e krimit mbeti i vrarë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Debati për një kafe është bërë shkak për vrasjen e 2 të rinjve në Mans të Durrësit. Ngjarja Tronditse ndodhi rreth orës 1:45 të mëngjesit në një lokal në afërsi të një pike karburanti. Daniel Pepa dhe shoku i tij Arjanit Kurti hynë brenda dhe i kërkuan kamarierit Alteo Pepa që të shërbente kafe, por ky i fundit u tha se e kishte fikur ekspresin. Kaq mjaftoi që ai të përballej me fjalë fyese nga klientët. Në mes të debatit ndërhyri një tjetër i ri, Flori Paluçi, i cili doli në mbrojtje kamarierit. Brenda pak minutave, konflikti verbal mes tyre degradoi në përdorimin e armëve. Sipas policisë, Flori Paluçi qelloi për vdekje Arjanit Kurtin, 23 vjeç, dhe më pas Daniel Pepa i është përgjigjur me armë, duke e lënë të vrarë Paluçin, 33 vjeç. Sipas dëshmisë së kamarierit, ngjarja ndodhi jashtë ambienteve të lokalit. Ishte ora rreth 1:45 në momentin e ngjarjes. Ishin 5 persona. Daniel Pepa hyri pari në lokal me shokun e tij dhe më kërkoi kafe. Ekspresi ishte fikur dhe ju thash nuk shërben kafe në këtë orë. Ai më ktheu se dua kafe patjetër dhe filloi të më fyende me fjalë të rënda. Nuk e vazhdova më bisedën, por ndërhyri Flori Paluçi për të më mbrojtur mua. Flori është banor i zonës dhe klienti i lokalit, pra e njoh. Aty filloi konflikti fizik mes tyre dhe dolën përjashtë lokalit për të vazhduar konfliktin. Më pas dëgjova të shtënat mes tyre dhe ndodhi ajo që ndodhi. Banorët e zonës ndihen të tronditur nga krimi i dyfisht. Unë erdhëm në mëngjes, gjeta karburantin e rrethum ndalohet s'ken krimi dhe aq di, më shumë s'di gjë. Çfarë ju thanë se ju duke qenë këtu afër, po çfarë ju thanë? Ka ndodhur ngjarje, tha mos u afro dhe komet atje derisa ka ikë policia. A i njihni këta çunat që u vranë sot, që janë vrarë? Na ka trondit neve kjo, po unë të shih se ka marrë vesh se asi jo deri të shti. Po na ka trondit rënë prapë të shinodhin, ç'a të bësh? Çfarë mendoni? Pse ka ndodhur? Nuk di. Nuk i njihje çunat që janë banorë të zonës? Po. I njihje. I njihje, ku pash kushëri bile. Kushëri. Autori dyshuar Daniel Pepa, 21 vjeç, është aktualisht në kërkim, ndërsa forcat e policisë po zhvillojnë kontrolle intensive në zonë për kapjen e tij. Në polici ndërkohë janë shoqëruar edhe 7 persona, të cilët po japin dëshmi për ngjarjen. Policia ka arrestuar një 39 vjeçar që po udhëtonte me automjetin e tij në bulevardin Bajram Çuri. Lajmi veçohet sepse ai që ka rënë në pranga është Izmet Gaxheri, i njohur, pasi kishte fshehur në autometin e tij një pistolet që mbante pa leje. 39 vjeçari është pra i njohur për policinë pasi 10 vite më parë është plagosur në pronën e tij gjatë një debati ku ka mbetur i vrarë edhe një person. Për krimin në atë kohë u shpall në kërkim Ervis Martinaj. Gjykata e posaçme i tha jo edhe kërkesës së radhës të ish presidentit të vendit Ilir Meta për t'u liruar nga burgu. Ndërkohë nesër pritet të merret vendimi për kalimin e dosjes së tij për gjykim. Meta akuzohet për korrupsion, për pastrim parash dhe për fshehje të pasurisë. Liria duket e largët për ish presidentin Meta, edhe një vit pas izolimit të tij. Këtë të mërkur pas kërkesës së bërë nga avokati i tij Kujtim Cakrani për shuarjen e masës së sigurisë me arsyetimin se janë të kaluar afatet e paraburgimit, gjykata e posaçme e la sërish në qelinë e 313-s. Ndërkaq, dosja e tij është në pritje të vendimit nëse do të kalojë apo jo në gjykim, verdikt që do të merret nesër.
Gjykata e ka rrëzuar kërkesën tonë sepse ne nuk e dim, thjesht 2 sekonda, tha kam rrëzuar kërkesën, nuk e dim vendimin arsyetuar, kur ta marrim do t'ua bëjmë publik. Por është një precedent, ka krijuar një precedent shumë të rrezikshëm sot me zotin Meta. Fati 1 vjeçar është ezauruar dje teknikalitetet që mund të gjejë gjykata për të justifikuar vendimarrjen e saj që zoti Meta duhet qëndrojë në paraburgim, janë teknikalitete që nuk kanë asnjë vlerë. Ne kemi bërë kërkesë prokurorisë për revokimin e masave të sigurimit të nisur edhe nga presidenti Berisha. I bindur në pafajësinë të mbrojturit prej tij, Cakrani thotë se nuk ka asnjë rrezik që Ilir Meta të prish provat. Nuk ka as dëshmitar që zoti Meta duhet intimidoj që kanë folë kundër tij dhe nuk ka as prova në ato që parashikohen që prova e dëshmitar të cilët provat e ngrira që i quhen gjykata, prokuroria, që zoti Meta duhet i dëmtoj. Prokurorët nuk kanë bazë ligjore që ta sot paktën të argumentonin pse zoti Meta duhet të qëndrojë në paraburgim. Këtë tani do na i thot gjyqtare zonja Irena Gjoka. Spak zgjati hetimet për ish presidentin e vendit dhe ish bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi deri në tetor të këtij viti. Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çesdia, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shpenzime familjare. Kryeministri britanik Starmer priti udhëheqësit e Ballkanit në samitin e radhës të procesit të Berlinit. Kryeministri Rama dhe udhëheqësit e 5 vendeve diskutuan për sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin ekonomik. 6 liderët e Ballkanit Perëndimor përfshirë kryeministrin Edi Rama u mblodhën në Londër për të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit. Një ditë para këtij takimi të nivelit të lartë, liderët e Ballkanit u pritën nga mbreti Charles, ndërsa ishin të shoqëruar dhe nga kryeministri britanik Keir Starmer, që drejton edhe panelet në samit. Vetë kryeministri Edi Rama ndau dhe disa pamje të takimit me mbretin Charles, ndërsa shihen duke bashkë biseduar. Në nisje të samitit, kryeministri britanik priti liderët teksa mbërritën. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ishte i fundit në radhë, ndërsa përpara nisjes së punimeve të samitit të Berlinit, shkëmbeu dhe një bisedë të shkurtër me udhëheqësin britanik. Me fokus tek emigrimi, siguria e rajonit si dhe bashkëpunimi ekonomik, samiti u nda në 2 panele të ndryshme, me temat ambicia dhe vizioni strategjik dhe rritja, migrimi dhe siguria. Në përfundim, udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan deklaratën e përbashkët për tregun rajonal dhe bashkëpunimin energjik. Procesi i Berlinit, i cili nisi nga qeveria gjermane në vitin 2014, është një platformë ndërkombëtare që bashkon qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, së bashku me partnerë të tjerë europian. Qëllimi është të rrisë bashkëpunimin rajonal, të mbështesë zhvillimin ekonomik dhe të përshpejtojë përpjekjet për një afrim më të ngushtë europian në Ballkanin Perëndimor. Kosova mund të strehojë emigrantë të palishëm që dëbohen nga Britania e Madhe në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Deklarata është bërë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se kjo është një detyrë edhe miqësore edhe politike. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shprehur gatishmërinë që vendi i tij të strehojë azilkërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar. Teksa ndodhet në Londër për samitin e procesit të Berlinit, Kurti ka folur për median britanike The Times, ku ka thënë se Kosova do të ndihmojë Mbretërinë e Bashkuar për çështjen e emigrantëve. E vlerësojmë këtë si detyrën tonë miqësore dhe politike. Kemi kapacitete të kufizuara, por duam të ndihmojmë dhe, ndërkohë që flasim, ka komunikim të rregullt midis ekipeve tona të zyrtarëve shtetëror nga Ministria jonë e Punëve të Brendshme dhe juristëve për mënyrën se si ta bëjmë këtë proces sa më të qetë dhe të dobishëm për të dy palët. Ai shtoi mëtej se në këmbim Kosova do të dëshironte të merrte mbështetje në fushën e sigurisë përmes pajisjeve apo projekteve të përbashkëta. Natyrisht duam që si vend të përfitojmë, por e konsiderojmë para së gjithashtë detyrën tonë që t'ju ndihmojmë, sepse ju na keni ndihmuar shumë dhe këtë nuk do ta harrojmë kurrë. Kjo është hera e parë që qeveria e Prishtinës konfirmon planin, ndërsa më herët kishte thënë se ishte e gatshme për ta diskutuar një çështje të tillë. Ndërkohë Kosova ka bërë një marrëveshje të ngjashme edhe me Danimarkën, ku ka rënë dakord që të strehojë të burgosur të huaj që priten të dëbohen nga vendi nordik pas përfundimit të dënimit. Në planet politike të Sali Berishës nuk ka asnjë skenar që e shkëput atë nga drejtimi i Partisë Demokratike. Berisha
tha sot se vitin tjetër do të rikandidojë për kryetar edhe pse humbi zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, statuti i partisë flet për zgjedhje dhe jo për farsa elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se në pranverën e vitit të ardhshëm do të jetë sërish kandidat për të drejtuar partinë më të madhe të opozitës. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur. Urdo? Po sigurisht do jem. Pyetja është kjo. Edhe pse statuti miratuar në kufundin e 11 dhjetorit parashikon largimin automatik të kryetarit kur humbet zgjedhjet parlamentare, i vetmi deputet që ka mbrojtur këtë tezë është kryetari i Forumit Rinor Besar Xhaferi, i cili një ditë më parë deklaroi se Berisha duhet largohet e të mos garojë sërish. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha komentoi këtë qëndrim duke vënë në dukje se 11 maj ishte farsë elektorale, ndaj nuk aplikohet neni dorëheqjes. Ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Berisha komentoi edhe vendimin e Zheni Gjergjit, ish deputete dhe ish antare kryesisë Partisë Demokratike për të pranuar një post nga administrata socialiste për të drejtuar spitalin e Elbasanit. Për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje janë automatikisht i jashtë kësaj force politike, sepse 99.9% mos më shumë ose 999% të atyre që i kanë mbështetur, këta individ janë pa punë, janë në kushtet vështira, por nuk ipen. Partia Demokratike për 4 mandate radhës i ka mbetur në opozit dhe largimet nuk janë një fenomen i ri. Por pas 11 maj, të paktën 3 antar të kryesisë PD-s, që është një prej forumeve më të larta politike, kanë pranuar poste nga administrata socialiste. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë rënë dakord për formulën që garanton barazi dhe përfshirje sa më të gjerë të forcave politike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Mësohet se shumica dhe opozita do të kenë secila nga 8 antarë në këtë komision. 2 bashkëkryetarë do t'i përkasin Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nga shumica, Partia Socialiste do të ketë 7 antarë, ndërsa 1 antar do të ketë Partia Social-Demokrate drejtuar nga Tom Doshi. Nga opozita, 5 antarë do t'i ketë Partia Demokratike, 1 grupi parlamentari drejtuar nga Fatmir Mediu, 1 nga grupi parlamentari drejtuar nga Tedi Blushi dhe 1 antar do t'i përkas Partisë Agron Shehajt Mundësia. Komisioni i Reformës Zgjedhore pritet të ngrihet javën e ardhshme në parlament. Së dyti është hartimi i planit të qytetarët në lidhje me realizimin 40 vjeçari Mirel Çokaj, i cili u gjeti i pajet në umner në malësi të madhe në muajin shtator, mund të jetë vrarë. Dyshimet janë ngritur nga prokuroria e Shkodrës pas dëshmive të familjarëve. Ata kanë thënë se i afërmi i tyre kishte një parcel droge bashkë me persona të tjerë dhe ky mund të ketë qenë shkak i vrasjes. Prokuroria e Shkodrës ka nisur hetimet lidhur me vdekjen e 40 vjeçarit Mirel Çokaj, i cili u gjeti pa jetë në një humner në malet e Kelmendit në Malësinë e Madhe. Fillimisht policia e cilësoi ngjarjen si një rrëzim aksidental, por pas dyshimeve të ngritura nga familjarët dhe të afërmit, çështja nuk është pushuar dhe hetimet po vijojnë. Sipas burimeve, personi që ngriti dyshimet për një vrasje të mundshme ishte Rifat Çokaj, i afërmi i viktimës, aktualisht rezident në SBA. Ngjarja ndodhi më 18 shtator 2025, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnjë të Malësisë Madhe. Përmes dronit, efektivët konfirmuan se trupi i përkiste 40 vjeçarit Mirel Çokaj. Pas 24 orësh, trupi u nxor nga humnera me ndihmën e helikopterit të forcave të armatosura. Familjarët e viktimës dyshojnë se bëhet fjalë për një vrasje të maskuar si aksident, pasi sipas tyre Çokaj ndodhej në një parcel me kanabis rreth 1 orë larg vendit ku gjet trupi. Ata pretendojnë se viktima e kishte parcelën bashkë me të tjerë dhe se konflikti për ndarjen e fitimit mund të ketë çuar në shtyrjen e tij drejt humnerës. Në parcelën ku dyshohet se punonte Çokaj, policia zgjisoi 780 bim kanabis, duke konfirmuar se viktima kishte qenë në atë zonë pak para vdekjes.
Dyshimet e familjarëve janë shtuar edhe për shkak se telefoni celular i viktimës nuk është gjetur. Ata mendojnë se personi apo personat përgjegjës mund ta kenë hedhur apo fshehur atë në mënyrë që të zhdukin provat. Për ata që janë të interesuar, qeveria po bën gati ligjin për të hapur rrugën përdorimit të lishëm të kriptovalutave në Shqipëri. Drafti pritet të hidhet për diskutim gjatë muajve në vijim. Gjatë këtij viti pritet të hapet për konsultim publik projekt ligji që do të mundsojë legalizimin dhe përdorimin e kriptovalutave në Shqipëri. Për këtë proces, drejtoresha e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Mimoza Kaçi bëri të ditur se grupi i punës ka përfunduar draftin e parë të ligjit gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë për veprimtarinë e vitit 2024. Në tregjet e kriptoaseteve gjatë vitit 2024 është kryer vlerësimi i kuadrit ligjor dhe rregullator me rregulloren e BE-s për tregjet e kriptoaseteve MiCA. Aktualisht është ngritur grupi i punës ndërinstitucional në drejtimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe po punohet për draftimin e ligjit të parafruar me rregulloren e BE-s. Në zbatim të rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit, autoriteti gjatë vitit 2024 ka ndërmarrë dhe ndryshimet në ligjin e tij organik, të cilat i ka dërguar në Ministrinë e Financave për të vijuar me procedurat e miratimit. Me përfundimin e procesit të miratimit të këtyre dy projekt ligjeve, pra ligjit për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimin dhe ligjit për AMF-n, në një har kohor 5 vjeçar, autoriteti realizon rishikimin e të gjithë bazës ligjore që rregullon veprimtarinë e tij dhe të tregjeve nën mbikëqyrje, duke modernizuar dhe përafruar atë më tej me direktivat. Ndërkohë, mungesa e një kuadri ligjor për këtë treg është cilësor problematike edhe nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumani. Ai theksoi gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar se gjatë vitit 2024 janë sekuestruar rreth 11 milion euro në kriptomoneda, por vendi ende nuk disponon një portofol digjital zyrtar për ruajtjen e tyre. Rastet me virozat e stinës janë shtuar, ndërsa mosha me prekur janë fëmijët. Mjekët thonë se duhen shpangur përdorimi i medikamenteve pa këshillën e specialistit, pasi sipas tyre mund të rëndohet gjendja e të vegjëlve. Me uljen e temperaturave është vërejtur një shtim i rasteve me viroza kryesisht tek fëmijët. Mjekët pediatër bëjnë të ditur se infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes janë më të shpeshta në këtë periudhë. Në këtë periudhë kanë filluar virozat të rrugëve të sipërme respiratore. Kur themi rrugë të sipërme me hund të bllokuara dhe rrjedhimisht kur kemi hund të bllokuara fillon me dhimbje koke sepse krijohen sinuzitet. Gjithashtu kemi probleme dhe me otitet, me dhimbje veshit dhe kur rrjedhin sekrecionet pas krijohet edhe probleme me fytin. Pra rrugët e sipërme kanë qenë më problematik, por nuk përjashtohen edhe rastet që kanë ardhur me gastroenterite, me ndjesinë të përzierjes, të vjellave dhe me diare. Bluzat e bardha apelojnë që të shmanget vetë mjekimi dhe të kërkohet gjithmonë këshilla e specialistit përpara përdorimit të barnave, sidomos tek fëmijët. Për disa barna që është e lejushme që quhen barna që mund t'i marrin vetë në farmaci, ato i mbajnë të kutinë e ndihmës shpejt i mban çdo prind në shtëpi. Për barna të tjera që duan patjetër përshkrimin e mjekut, neve gjithmonë i kemi këshilluar dhe u themi që mos të drejtohen menjëherë në farmaci pa bërë konsultën me mjekun për të marrë mjekimin për mos të mbingarkuar fëmijën dhe për të marrë mjekimin që i nevojitet vërtet. Mjekët gjithashtu nënvizojnë rëndësinë e vaksinimit, veçanërisht për fëmijët me sëmundje kronike ose me imunitet të dobësuar. Gjitha rastet që janë me imunitet të rënd, që kanë sëmundje kronike dhe që kanë kaluar viroza të njëpasnjëshme dhe se kanë merakun që mund ta kalojnë një virozë më rënd dhe normalisht e kanë bërë. Simptomat më të zakonshme të virozave janë temperaturë, koll, vështirësi në frymarrje, si dhe të vjella apo diare. Këto ishin lajmet kryesore për sot, e mërkur 22 tetor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.